Në ditët e para të protestës, kemi pyetur prindër, familjar, dhe I kemi pyetur, a beson se protesta do të ketë ndonjë zgjidhje në këtë popull? Jo, Shqipëria nuk bëhet. Jo, Edi Rama do vazhdoj pushtetin. Kjo protestë që vazhdon akoma në mënyrë paqësore ka arritur të na tregojë ndryshe. Faleminderit që keni sjellë shpresë në zemrat e shqiptarëve. Dua të vë në pa disa gjëra që kanë vite që nuk shkojnë në Shqipëri. Ku të shkosh te mjeku, duhet të paguash. Dhe jo të paguash në mënyrën e drejtë, po të paguash në mënyrë korrupsioni me lek në dorë, që ata të trajtojnë saktë, që ti të shërohesh, ku sistemi I mjekësisë është I prishur, ku shkollat dhe arsimi përsëri nuk funksionojnë ashtu siç duhet. Në ditën e sotme, kur disa nga nenet janë thyer. Me lejoni të lexoj 2 nga nenet që sot janë thyer. Së pari, asnjë dallim nuk do të bëhet në bazë të statusit politik, juridik ose ndërkombëtar të shtetit ose vendit të cilit I përket çdo njeriu, qoftë kur shteti ose vendi është I pavarur, qoftë në kujdesari, qoftë jo vetë qeverisës, dhe çfarëdo lloj kushtesh të tjera të kufizimit të sovranitetit. Neni 2 dhe neni 19. Gjithkush ka të drejtën e lirisë së mendimit të shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e mendimit pa ndërhyrje, si dhe lirimin në kërkimit, marrjes dhe njoftimit të informacioneve dhe ideve. Në fillim të protestës, media nuk e çonte dot protestën në televizor. Edi Rama dhe të gjithë parlamenti po përpiqeshin që ta shtypnin këtë popull, dhe përsëri ne ja dolëm ban. Dua t'i bëj një kërkim të vogël, një thirrje. Mamas time që më ka rritur me ato 2 duar, që na rriti, merrni gjimnazin, merrni universitetin, të merrni një punë të saktë, ku të gjithë studentët në çdo universitet nuk gjejnë dot punë në Tiranë apo në qytetet e tyre, ku na duhet të ikim jashtë shtetit për të gjetur një të ardhme, ku prindërit tanë dhe të gjithë të tjerët nuk vinë dot në protestë për shkak të punëve të tyre që po I paguajnë minimalisht. Për një jetesë ku ne duam turizëm, por nuk e shijojmë dot vetë, të tërë natyrën e bukur të Shqipërisë nuk udhëtojmë dot ta shikojmë. Përpiqemi të udhëtojmë, përpiqemi të jetojmë, por përpiqemi të dalim bandita ditës dhe të kursejmë ato pak lekë që kemi. Kërkoj që demokracia të vendoset përsëri në këtë vend. Kërkoj hapje për rivotim të menjëhershëm dhe heqje në krye të detyrës nga Edi Rama. Rama burg Berisha burg! Burg Berisha burg! Rama burg Berisha burg! Mos u dorëzoni, jeni më të mirë dhe faleminderit që na keni kthyer shpresën. Shumë faleminderit. Vazhdoni një protestë paqësore. Ne mund t'ja dalim. Faleminderit. Teksa qeveria e Edi Ramës mundohet na shtyp me represion policor, këtu kemi një shqiptar nga diaspora australisë perëndimore, ai vjen këtu për t'ju bashkuar protestës si shqiptar, gjithashtu si një drejtues i një organizate shqiptare në Australi perëndimore. Vëllezër e motra, emri im është Edmond Margjini, ka marrë nga Perth, Western Australia. U largova nga Shqipëria kur isha 16 vjeç, por Shqipëria nuk u largua kur nga zemra ime. Sot Adeo më ka thirrë, edhe unë jam këtu. Jam presidenti I komunitetit shqiptar në Australi perëndimore. Edhe Lido Gënojta, kryesor I CFMI, së sindikatës më të fuqishme në Australi, edhe një prej sindikatave më të fuqishme në botë. Kam ardhur me një mesazh ka shqiptarët nga Australia. Nuk jeni vetëm. Ne jemi me ju. Ne mbështesim çdo shqiptar që lufton për të drejtat, për lirinë, për një atë më të mirë, për rinë edhe për familjet tona. Nuk kam qenë kur pas mbështetit për interesat personale. Gjithmonë kam qëndru edhe do qëndroj në krah të komunitetit tim. Gjithmonë kam luftu edhe do të luftoj për të drejtat e punëtorëve. Unë e di çfarë do të thotë solidarity. Pikërisht për këtë arsye jam sot këtu.
se një udhëheqës i mirë duhet t'i shpërblej popullit, jo korrupsionit. Sot jam këtu si një shqiptar, ka përkra me popullin tim. Nuk kam ardhur vetëm për vetën time, por për Shqipërinë edhe për të ardhurën e kombit tonë. Edhe një gjë është e sigurt, të të vdesh si shqiptar. Pavarësisht se ku jeton, ne jemi një kombë, një flamur, një gjak, ku Shqipëria në asëret, jo shqiptar, duhet të përgjigjet. Për shumë ditë, mira shqiptar, jemi të duar të largohemi nga vendi jonë. Jo sepse nuk e duam Shqipërinë, por sepse korrupsioni, padrejtësia e pushtetit na ka marrë shpresat. Shqipëria meriton më shumë. Meriton një udhëheqje të mirë. Meriton drejtësi për të gjithë. Meriton një qeveri që punon për popullin. Të rinj duhet të kenë mundësi të mbërrinë jetën këtu, jo të detyrohen të largohen. Sot zëri ynë është më i fortë se frika. Bashkimi ynë është më i fortë se çdo përçarje. Asnjë qeveri nuk është më fortë se një popull i bashkuar. Asnjë qeveri nuk është më i fortë se një popull i bashkuar. Dhe ta dëgjoj e gjithë bota. Shqiptarët kudo që jeton, nuk do të largohen kurrë nga dheu i tyre. Ne do të mbrojmë flamurin. Ne do të qëndrojmë së bashku. Ne do të luftojmë për një Shqipëri të lirë, të drejtë dhe begati. Qëndroni të bashkuar, qëndroni krenar, qëndroni për Shqipërinë, rrofë Shqipëria, sot u bekon! Rama jepe të reqen! Të nderuar bashkëqytetarë, ju jeni nderi, digniteti dhe morali më i lartë i kësaj toke e i trojeve shqiptare. Parafolësit po vazhdoj kuelat parafolësit e mi mos me përsërit se kjo protest janë gjallë shpresë Shqipërisë.